Ushtria shtirimtare e Kosovës nuk ka qenë ushtri kriminale. Ushtria shtirimtare e Kosovës ka qenë ushtri shtirimtare cila mbrojti kombin e vetë, vendin e vetë dhe qytetarët e vetë. Aja gjykatë ma shumë është drejtësi politike dhe në gjanë gjykatave të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Kjo gjykatë sot merret me fakte të falsifikume, fabrikume, të cilat fare nuk qëndrojnë. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalid, veteran të dy luftra të ushtrisë shtirimtare të Kosovës, ushtrisë shtirimtare kombëtare, i nderuari zoti Ali Ahmeti, i nderuari general Daud Haradini, i nderuari Fatmir Limaj, i nderuari Xhever Geci, i nderuar qytetar, mbar, shqiptar, ka jeni ku jetoni dhe veproni, i nderuar mërgat. Sot ne jemi mbledhur këtu t'ju tregojmë ambasadave të huaja që gjenden në shtetin e Maqedonisë së Veriut se ushtria shtirimtare e Kosovës nuk ka qenë ushtri kriminale. Ushtria shtirimtare e Kosovës ka qenë ushtri shtirimtare cila mbrojti kombin e vetë, vendin e vetë dhe qytetarët e vetë. Ne sot jemi këtu për ta ngritur zërin si çdo protestë. Kjo protestë e fund viti që është sot në Shkupin e shqiptarëve, apo mund të thëmë në Shkupin e Hasan Prishtinës, Skënderbeu, tu kemi përpara shtatorës Skënderbeu, i cili na bashkoi edhe në vitet më të hershme, edhe sot ne u bashkuam si gjithë shqiptarë që e din bashkohemi për njëri tjetrin. Kjo gjykatë e formuar nga një njeri i çmendur, i cili në vitin 2011 ngriti një rezolut në Parlamentin e Evropës, në Këshillin e Evropës, se gjëja ushtria shtirimtare e Kosovës ka bërë krime dhe ka jek organe njerëzore në Shqipëri në një shtëpi të verë. Me siguri se shtëpia si objekt ekziston, po spital shtëpia s'ka qenë. Dhe ne sot me këtë numër kaq të madh të vëllezërve dhe motrave që janë këtu sot dhe në gjitha protestat e kalume i tregojmë Drandavillove se ushtria shtirimtare e Kosovës boron, lind dhe vepron nga populli. Ato populli e rriti, populli e mbrojti dhe populli sot është mbrapa tyne. Ne sot kërkojmë drejtësi, jo drejtësi politike. Aja gjykatë ma shumë është drejtësi politike dhe në gjanë gjykatave të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Kjo gjykatë sot merret me fakte të falsifikume, fabrikume, të cilat fare nuk qëndrojnë. Unë isha vetë dëshmitar në atë gjykatë ku isha burgosur, unë edhe shokët e mi me Nasim Haradinin dhe shumë të tjerët, ne e dim se çka kemi dëgjuar ato, gjitha ato gënjeshtra rrena nga ata dëshmitarë, të cilët trupin e kanë Kosovë, kokën e kanë në Serbi. Unë edhe njerë thëmë, kërkojmë që kjo gjykatë tjetë gjykatë e mi fitle Evropa, mos t'ja ve faqen e zezë vetës me ata njerëz, me ata prokuror dhe gjyqtar që në të prapa. Evropë si bëjmë thirrje të bëjë një drejtësi të drejtë. Ne thëmë në fillim nuk kërkojmë elmosh, po kërkojmë drejtësi të mirë fill. Rënoft ushtria shtirimtare e Kosovës, lavdi gjithë dëshmorët të kombit. Faleminderit e respekt pafund.